Jo, për hir të korrektësisë publikut, për shkak se kryeministri Kurti nuk e din, po për hir të korrektësisë publikut duhem me informu që unë asnjëherë nuk kam qenë ushtrues i detyrës së ministrit financave. Kam qenë ministër në detyrë. Është dallim shumë i madh mes ushtruesit i detyrës dhe ministrit në detyrë. Kam qenë ministër në detyrë që kam mbuluar një fazë të tranzicionit. Sa i përket që nuk është praktik, më lejoni vetëm të sjell dy shembuj konkret që në shumë vende të Bashkimit Evropian, po të rajonit ku jemi na, janë ministrat që janë edhe kryetarë të odave. Për shembull, kemi kryetarin e Eurochambers, odave evropiane, që është ish ministri i ekonomisë Çekisë, dhe ai tani ushtron për 2 mandate, ka qenë ministri i ekonomisë dhe që 2 mandate është edhe presidenti i odës evropiane. Po ashtu e kemi edhe kolegun nga oda ekonomike e Kroacisë, kështu me radhë, kështu që është një praktik dhe është një, si më thoni, një mundësi shumë e mirë dhe e madhe që një kryetar i odës vjen prej institucioneve publike për shkak se shërben si ndërmjetësues, si urë me sektorit privat dhe institucioneve publike, si për me avoku për politikat ose për interesat e sektorit privat, po ashtu me qenë një partner shumë i mirë për shkak njohërisë që e kam në institucionet publike për me ndihmu institucioneve publike ekzekutivit këtë rast qeverisë që mi avancu politikat për zhvillim ekonomik të vendit dhe këto. Kështu që jam shumë i lumtur dhe jam shumë krenar ku e kemi arrit odën ekonomike të Kosovës. Dhe oda, e theksoj me plot përgjegjësi që oda është gati dhe ka qenë gjithmonë gati që të jetë 24 orë në 7 ditë javës partner të institucioneve të Republikës Kosovës, qeverisë, kuvendit, presidencës, agjensive të pavara të gjithëve për të mirën e ekonomisë së vendit. Kështu që jam krenar për këtë. Po ne kohë gjatë kemi që nuk kemi dialog me qeverinë, ka mungu dialogu publiko-privat. Ne përkundër mungesës së dialogut publiko-privat përmes mediumeve, si në këtë rast edhe përmes mediumit juaj, jemi mundu që t'i çojmë përpara kërkesat se cilat janë dhe bizneset, ta alarmojmë qeverinë kur një politik nuk ka qenë e mirë që ka mujtë me ndikue negativisht e biznesi, siç ka qenë çështja për shembull energjisë elektrike. Po i kemi gjetë forma tjera të komunikimit nëpërmjet të cilave na mundu që ta dërgojmë te qeveria dhe të ndalë ta mendon se a ja vlen ajo politika apo s'ja vlen. Nuk e di se kom pa këtë intervistë, nuk e di ku u bazu. Biznesi jemi dëshmitar që këtë vit është përballë me sfida të ndryshme prej çështjes energjisë elektrike, mospasjen e institucioneve tona ku 1 miliard euro marrëveshje ndërkombëtare rrinë në kuvendin e Republikës Kosovës të paratifikume, më pas shumë fonde që u dashti marr nuk kemi mujt mi marr për shkak të masave ndëshkuese sanksioneve ndaj Bashkimit Evropian, ku oda ekonomike sot do t'i drejtohet me një shkresë të hapur komisionerës Kaja Kallas që më largu këto masa të padrejta ndaj Kosovës. Nuk ka qenë një vit shumë i mirë për bizneset e Kosovës. Unë jam shumë krenar që përkundër këtë këtyre sfidave biznesi prap i ka qëndru vendit të vet, i ka qëndru zhvillimit ekonomik, po edhe ka avancue në si më thonë, në integrimin e tyre në Bashkimin Evropian, në tregun e Bashkimit Evropian. Jo, nuk kemi pas përgjigje, fatkeqësisht 3 ministrit që kanë të bëjnë me pjesën e sektorit privat, që janë më të fokusuar, është Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë dhe Energjetikës, po ashtu edhe Ministria e Tregtisë Industrisë, asnjëherë nuk ju kanë përgjigj kërkesave të biznesit nëpërmjet odës ekonomike ose odave të tjera. Ka pas tentime kështu individuale nëpërmes bizneseve individuale, është çështje e tyre, është mënyrë e punës së tyre, mirë po mënyrë të organizuar, mënyrë formale, mënyrë institucionale nuk ka pas. Po çdo me pas një bashkëpunim të tillë se të gjithë dojmë Kosovën. Nuk mundi me dash më shumë Kosovën se sa udhëheqësit e institucioneve, ose ata me dash më shumë Kosovën, udhëheqësit e institucioneve më shumë se sa oda ekonomike. Për interes të vendit duhet punojmë gjithë bashku. Jemi intelektual, jemi njerëz të ngritër, mujna me mendue në mënyra të ndryshme, mirë po e kemi një qëllim vetëm zhvillimin e shtetit Kosovës.